Partia Socialiste Degamat kremtoi të shtunën e 23 majit 35 vjetorin themelimit të saj. Në aktivitetin e zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kulturës Burrel, morën pjesë themelues e drejtues ndër vite të kësaj force politike. Të pranishëm në sallë ishin edhe anëtarë të partisë si dhe të ftuar nga Dibra, Klosi e Bulqiza. Në fjalën e tij përshëndet sekretari i Partisë Socialiste Madh Hasan Pasha, tha se Partia Socialiste ishte ajo që e ndryshoi vendin. Jam i privilegjuar ndërkohë kam emocione të shumta, sepse kjo është një datë e shënuar. Një datë shumë e rëndësishme për të gjithë ne, për të gjithë vendin. Nuk do të sjell shumë kujtime sepse 30 janë shumë, por në kongresin e parë të Partisë Socialiste, si delegat i Degamat, më kujtohet se Partia Socialiste vendosi ndryshimin e vendit. Jo vetëm ndryshimin e saj nga Partia e Punës në Partisë Socialiste, por ishte fat për Shqipërinë, për këtë subjekt politik që mboi drejtimin e vendit. Së bashku me Luan Rabu dhe kolegë të tjerë që kanë qenë delegat, na kujtohen ato momente historike kur debati i madh në sallën e Kongresit për 3 ditë në radhë, kur do ta drejtonte, a do ndryshonte programi, kur do ishin drejtues të partisë të tjerë. Ndërkohë emocionet më të shumta ka sjellë viti i fundit, 2025, ku Partia Socialiste e Madhe fitoi 2 pazire, ato politike marginale, i cili realizoi rekord votash 15.000 vota në qarkun e Biblës dhe në diasporë, një kampion për deputetët shqiptarë, së viti edhe Martini ne realizuam një fitore brillante rreth 70% të votave. Dua të falenderoj gjithë veteranët, dua të jem mirënjohës për ata që nuk jetojnë më, për një program për gjithë socialistë. Falenderoj deputet, kryetar bashkërisht, drejtues të pushtetit vendor, institucioneve gjithë socialistëve. Më pas fjalën e morën ish drejtues ndër vite të kësaj force politike, drejtues e ish drejtues të pushtetit vendor në Mate Klos, të forumeve politike e të tjerë. Me 26 korrik të vitit 92 u bën zgjedhjet lokale. Dhe unë dola kryetari i bashkisë për Matit nga Partia Socialiste. Njëkohësisht ne morëm edhe Këshillin e Rrethët dhe kryetarin e Rrethët dhe pjesën dërmuese të komunave, në përjashtim të 3-4 komunave të gjitha ishin Partia Socialiste. Është një koincidencë e jashtëzakonshme. Po bën 30 vjet, nëse 3 ditë 26 maj. Por sot, 23 maj përsëri, ai që shqiptarët ndruan, rizgjidhet përsëri kryetari i Partisë Demokratike e Shqipërisë. Dhe nuk ka më bukur që çdo shqiptar, çdo socialist në veçanti të bëjë diferencën se në çfarë lartësie është ngrit Partia Socialiste e Shqipërisë. Se sa të drejt kemi qenë atë idenë tonë që kemi mbështetur të alternativë në ato vite të vështira. E nisa aktivitetin tim nga marsi i vitit 1991 në Kutari, me ndihmën e kolegëve të mi, Dilaver Dika, Recep Kuleni dhe me grupin e të rinjve që më vonë u bë forumi Eurosocialist, Olla i Sunën me grupin e saj. Jam kryetar i bashkisë për grupin e Partisë Socialiste në vitin 2000. Si që dini, si që thonë nga dhe dini nga se shumë vete në bashkëmos të rinë base se kujtëm, vitet 97, sidomos 98, qyteti Burrelit ashtu si gjithë republika, gjithë bashkite, përjeton një situatë të jashtëzakonshme, por ne dhe Berati ishim 2 bashki që vujtën dhe pështur më shumë edhe humbi jetë njerëz. Në fakt është një privilegj që unë t'jem këtu, përballë jush në këtë moment, në këtë ditë të veçantë, në këtë rrugë të gjatë të 35 viteve Partisë Socialiste. Në fakt, ne e pam, edhe nga ajo që ka u tha pak më përpara, edhe nga kronika që kjo rrugë ka qenë një rrugë e vështirë. Një rrugë e vështirë me sfida. Duke i krahasuar me gjithat kontribut në fakt që u shfaq në atë filmim, dhe ndaj duhet ta falenderoj pamas të gjithë ato që i kanë ruajtur ato kujtime që sot i shfaqen, për të qenë moment reflektimi për gjithë brezat e rinj. Ndaj duhet t'i falenderojmë pamas të gjithë ato dhe unë si kryetare bashkisë sot në drejtimin e bashkisë Klosit, është një moment reflektimi. Falenderoj Partinë Socialiste, sepse
më dha besim, më dha forcë që dhe unë t'jem kontribues i kësaj partie. Shumë faleminderit me zemër për të gjithë kryetarët e bashkisë. Plos. Jam shumë i gëzuar dhe kënaqur që jam këtu midis jush, edhe kjo fitore e fundit e imja medalën në nëntor është fal gjithë juve. Edhe një faleminderit të madh për ju. Unë uroj nga zemra për secilin për jush të festojmë së bashku sot, edhe gëzuar edhe për shumë vite. Shpresojmë që vitet e tjera të jemi në Bashkimin Evropian. Jam shumë krenare që jam këtu para jush sot, edhe më kujtohet ajo shprehja që thot, nuk ka gjë më të fortë për një sfidë më të madhe për një birë se të ketë një baba të mirë. Dhe unë sot ndjehem e lumtur para jush, por edhe me shumë përkushtim, mirënjohje, falënderim për ju. Nëse jam këtu, jam faljush. Faleminderit. Të pranishëm në këtë aktivitet festiv të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste Mati ishin edhe ish deputeti Luan Rama, deputeti aktuali Qarku Dibër Agron Malaj dhe drejtuesi politik për Qarkun Dibër Ulsi Manja, të cilët vlerësuan punën e gjithë ekipit menaxherial të Partisë Socialiste në Mat, që nga themelimi e deri në ditët e sotme. Si një socialist i orës së parë mes socialistëve të Matit, ku unë kam patur edhe fatin dhe përgjegjësinë të punoj shpeshherë si deleguar i kryesisë partisë, por edhe në 4 vite si deputet i Matit në Kuvendin e Shqipërisë. Dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë Hasan Pashën për atë që ka bërë dhe që po bën, sepse në dokumentarin që ndoqëm nuk ishin thjesht emra, nuk ishte një listë emrash, por është një histori e tërë e shkruar me shumë sakrificë. E para faleminderit gjithë secilit nga ju, nga antari para deri në fundit, për gjithë mbështetjen që i keni dhënë Partisë Socialiste ndër vite. Unë kam pas nderin e veçantë që të drejtoj Partinë Socialiste një periudhë kohore jo shumë të gjatë, por shumë domethënëse për me. Du të ndalem tek e para. Para 10 viteve unë kam qenë kryetari i Partisë Socialiste e ulur pikërisht këtu ku është doktoresha, dhe ku kam pa këtë dokumentarin, dhe ku kam pa figurat që kanë drejtuar Partinë Socialiste, them drejtën peshën e kësaj salle në atë kohë, e mbajta mbi supe dhe ishte një përgjegjësi dhe përgjegjshmëri shumë e madhe e imja, ku më bëri vërtet që së bashku me gjithë secili nga ju, të bëjmë një punë të madhe, të vendosur dhe shumë domethënëse për ta sjellë Partinë Socialiste në këto nivele që është sot. Së dyti, në vitin 2019, ku unë u zgjodha për herë të parë kryetar bashkie në atë situatë kaotike. Në të vërtetë, besimi i njerëzve për një madh ndryshe. Në vitin 2019, në atë situatë kaotike ku opozita nuk pranon të hynte në zgjedhje, unë pata disa momente realisht drejtëruese. Ku momenti i parë ishte kur matjanët me gjithë barrierat që kishim në përqendra votimi nga grupet strukturuara të Partisë Demokratike shkonin drejt votimit pa pas frikë, pa pas problem, ku kërcënoheshin me djegje kutish, kërcënoheshin me djegje qendra votimi, ku ju, si luftëtarët kryesorë, që runin çdo qendër votimi, më bët që t'isha shumë emocional atë moment. Gjithë bashkë këtu në këtë sallë dim që t'ishe socialist në Mat, në Klos, në Bulqize dhe në Dibër, ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë për shkak të atij revanshi që kishin kundërshtarët tanë. Dhe revanshi në fakt e tha pak edhe miku im Luan Rama, që ishte në ide dhe në vizion. Në 91-shin themelusit ata që patën vizionin dhe e transformuan këtë parti nga parti e punës në Parti Socialiste, e përcaktuan shumë qartë
që në adënon e kësaj partie do t'ishte kombi, Shqipëria dhe interesi kombëtar, dhe e dyta shtetë ndërtimi. E kryetarëve të bashkive, e deputetëve të qarkut dhe e gjithë shokëve dhe shoqeve që kanë një pozitë tretuese sot forumet e Partisë Socialiste është e madhe, sepse siç e kemi marrë këtë parti nga ju, ne kemi detyrimin dhe përgjegjësinë t'u dorëzojmë një gjenerate të re. Festa e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste Dega Mat u shoqërua edhe me performanca artistike të artistëve të ansamblit Mati dhe qendrës kulturore të fëmijëve Mat.